Horoskopi ditor e martë 10 shkur 2026. Dashi. Këtë javë do t'i merrni gjërat më seriozisht ju të dashuruarit dhe do të mundoheni t'i sqaroni keqkuptimet që ju kanë dalë. Situata do të fillojë të përmirësohet disi. Beqarët, pa pritur mund të kenë dashuri me shikim të parë dhe jeta do t'ju marrë drejtimin e ëndërruar. Në planin financiar do t'u duhet të kufizoni veten gjatë gjithë kohës, sepse po shpenzuat pa mbarim do të keni probleme. Demi. Jeta juaj në çift do të fillojë të stabilizohet gjatë kësaj dite. Edhe veti keni kuptuar gabimet e bëra dhe do të mundoheni të kërkoni falje me mënyrat e duhura. Beqarët do të kënaqen pafund pranë disa personave, por nuk do të preferojnë të hedhin apa menjëherë. Në planin financiar ka rrezik të dalin probleme për shkak të pamaturisë të treguar së fundmi. Kujdes. Binjakët. Yjet do t'ju ndihmojnë pozitivisht në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe më në fund do të rivendoset ekuilibri. Do t'i vini kapak së shkuarës dhe do të mendoni vetëm për të ardhmen. Beqarët do të bëjnë mirë të mos nxitohen dhe të fillojnë një lidhje sepse mund të shkënjehen shpejt. Në planin financiar mund të keni tronditje sepse nuk do të arrini t'i vini dot fre vetes. Daforia. Dialogu dhe bashkëpunimi do të mbizotrojnë gjatë ditës së sotme për juve që jeni në një lidhje. Do ja kaloni më së miri dhe nuk do të doni të ndaheni për asnjë çast. Beqarët nuk do të arrijnë dot të kenë dashuri me shikim të parë dhe do të mbyllen në vetvete. Lidhur me financat, duhet të thënë se do të dini si t'i menaxhoni gjatë gjithë kohës dhe do të keni të ardhurat të mira. Luani. Yjet do t'u ndërlikojnë jetën sot juve që jeni në një lidhje. Do të keni debate të pandërprera dhe do të ndiheni er pas here keq. Beqarët do të realizojnë plot takime, por asnjëri prej tyre nuk do të jetë ashtu si ata e kanë ëndërruar. Në planin financiar do të keni vështirësi të njëpasnjëshme dhe vetëm ndihma e familjarëve do të mund t'ju nxjerrë nga situata. Pyqëresha. Do të jetë një ditë intensive kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Çdo moment ka për të qenë fantastik dhe do të përjetoni emocione të forta. Beqarët duhet të shtojnë dozat e imagjinatës në mënyrë që ta bëjnë sa më shpejt për vete personin që pëlqejnë. Për financat do të jetë një ditë delikate, por nuk I menaxhuat si duhet paratë që keni, do të mbeteni shpejt me xhepat bosh. Peshorja. Dëgjojeni me kujdes partnerin tuaj sot, sepse po bët gabime dhe po I vajtët kundër, situata mund t'ju ndërlikohet të imase. Beqarët do të kenë në mendje të tjera gjëra dhe nuk do të mendojnë as pak për dashurinë. Më vonë do ta kuptojnë se kanë humbur mundësi të vyera. Në planin financiar do të bëni të gjitha përpjekjet e mundshme dhe do të arrini të stabilizoni situatën. Akrepi. Sot nuk do të keni debate me partnerin, por rutina do të mbizotrojë dhe kjo mund t'ju mërzisë në pjesën më të madhe të kohës. Beqarët do të pëlqejnë një person me profesionin e avokatit dhe me shenjën e luanit. Jo të gjithë mund t'i bëjnë për vete. Financat do të fillojnë të përmirësohen ndjeshëm dhe ju do të ndiheni më mirë se më parë. Shigjetari. Dita e sotme nuk do të jetë shumë harmonike për ata që janë në një lidhje. Nuk do e toleroni në asnjë çast partnerin dhe gjithmonë do të mendoni se keni ju të drejtë. Beqarët është më mirë të presin dhe pak ditë për të bërë ndryshime, pasi nëse pranojnë propozimet e sotme, mund të kenë probleme më vonë. Financat do dini si t'i mbani gjatë gjithë kohës së qëndrueshme. Bricjapi. Do të keni një komunikim më të mirë me partnerin tuaj sot dhe kjo do t'ju ndihmojë të zgjidhni disa nga problemet më delikate që ju kanë dalë së fundmi. Në mbrëmje do të jeni më të qetë dhe do të buzëqeshni. Beqarët do të takojnë më në fund princin e tyre të kaltër dhe jeta e tyre do të ndryshojë tërësisht. Në planin financiar do të dini si të silleni në çdo moment dhe nuk do të keni as pak të papritura. Ujori.
Sot duhet përfitoni sa të mundni nga momentet kur të jeni pranë partnerit tuaj, sepse jo gjithmonë mund të vinë raste të tilla. Ai do t'ju dashurojë me gjithë qenien e tij dhe do t'ju bëj edhe surpriza. Beqarët nuk do të ndihen të lirë të bëjnë atë që duan. Në planin financiar duhet të merreni më tepër me menaxhimin e parave që keni, pasi nëse i lini pas dore, do të keni me të vërtet tronditje. Peshqit. Nuk duhet të dëshpërojni sot, edhe si kur të keni ndonjë debat të vogël me partnerin tuaj, sepse të gjithë përballen me sfida të tilla. Beqarët do të bien në dashuri me një person dhe nuk do të ngurojnë t'ia bëjnë të ditur këtë gjë. Nuk do t'ju interesojë as pak se në çfarë situata mund të ndodhen ata. Në planin financiar situata ka për të qenë jashtëzakonisht e mirë.